Kjo video është për ty femër. Më thuaj në çfarë muaji ke lindur që të them çfarë energjie ke dhe çfarë energjie ke sjell në këtë jetë. Në qoftë se je e lindur në muajin janar, gruaja e janarit mban brenda saj një forcë të eshtur. Ajo nuk flet shumë, por ndjen thellë. Ka mësuar të qëndroj edhe kur gjithçka ftohet përreth saj. Nuk dorëzohet lehtë, dashuron me stabilitet, jo me fjalë të mëdhaja. Dhe kur vendos të largohet, ajo nuk kthehet më. Forca e saj është e qetë, por e pathyeshme. Më shkruaj në qoftë se është e vërtet apo jo, dhe më shkruani muajin që keni lindur ju, që e lexoni. Gruaja e muajit shkurt. Gruaja e shkurtit është intuit e pastër. Ajo ndjen gjithçka, edhe atë që nuk thuhet. Hyn në shpirtin e tjetrit pa trokitur, por shpesh u mbet veten në këtë rrugë. Dashuron thellë, ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Kur mëson të vendosë kufi, bëhet e çdukshme, sepse zemra e saj është dhuratë. Gruaja e Marsit. Gruaja e Marsit mban pranverën brenda saj. Ajo ringjall edhe atë që duket e humbur. Ka kaluar lodhje, zhgënjime, eshtje, por nuk u mbyll asnjëherë. U bë më e butë. Nuk lufton për të dëgjuar. Ajo ndihet. Dhe kur nuk merr më të njëjtën dashuri, thjesht largohet qetë. Gruaja e Prillit. Gruaja e Prillit është zjarr, e fortë, impulsive, plot jetë. Nuk di të dashuroj pak. Ajo jep gjithçka. Dhe kur digjet, mëson nga flaka e saj. Ka nevojë të mësoj të ndaloj pak, sepse fuqia e saj është më e madhe. Gruaja e Majit. Gruaja e Majit është tokë dhe trup. Ajo ndjen, prek, shijon jetën. E do bukurinë, qetësinë, sigurinë, nuk nxiton, ajo ndërton. Kur kupton vlerën e saj, nuk pranon më pak se ajo, më pak se ajo që meriton. Gruaja e Qershorit. Gruaja e Qershorit është dritë, flet, qesh, lidh njerëzit. E lehtë në dukje, por në një botë të thellë brenda. Shpesh fshen ndjenjat pas buzëqeshjeve. Kur hapet vërtet, bëhet e paharrueshme. Dhe muajt më poshtë do të jeni këtu në video në përshkim. Më shkruani në çfarë muaji jeni lindur ju gratë, akoma dhe në qoftë se keni vajzë dhe i shikoni në çfarë energjie do jenë. Gjithashtu ne mamat duhet të mësojmë vajzat të qëndrojnë në forcën dhe në energjinë e tyre. Shtypni zemrën, më ndiqni në TikTok, në YouTube, Flutra me Fat 333, për informacione më të bukura dhe çka ka të bëjë me informacione të jashtëzakonshme që dalin me muaj dhe ditën e lindjes të plot. Për gjithçka jam këtu në prezencën tuaj, për t'ju ndihmuar duke bërë analizën e plot të artës të shpirtit, kontratës të shpirtit, të jetës tuaj. Mund të bësh dhe të kërkosh dhe artën e shpirtit tënd me shpirtin që e lidhur, me partnerin, me bashkëshortin, me personat më të afërt. Gjithashtu mund të kërkosh të bësh dhe artën nga viti në vit, pse ke ardhur, çfarë të bësh dhe çfarë duhet të bësh këtë vit. Nga ditëlindja në ditëlindje dhe shumë të tjerë. Për çdo gjë ka zgjidhje.
mësojmë shumë gjëra nga njërit e jashtëzakonshme, por këto nuk janë vetëm parashikim, janë ato që të tregojnë dhe rrugën si ti duhet ta ndryshosh, të shkosh nga negativiteti, të shkosh në pozitivitet. Për më tepër ndiqni dhe shpërndajni këto video dhe më ndiqni në YouTube, Flutra me Fat 333. Jam këtu në dispozicionin tuaj për ata që vërtet duan të ndryshojnë jetën, sepse edhe unë kam qenë në atë moment që je dhe ti tani, që nuk di nga ta nisësh. Dhe atë që dua të them me gjithë shpirt është që vetëm puna me vete, vetëm dituria të bën që të jesh në një pozicion më të lartë dhe të arrish ta bësh rrugën avash për në evolucionin të shpirtit, sepse këtu në këtë jetë ne erdhëm të bëjmë evolimin ton, nuk erdhëm të përjetojmë dhe të mbijetojmë të gjitha këto vështirësi, por të jetojmë një jetë të bukur me gëzim dhe lumturi. Dhe kjo është në dorën tuaj. Shtypni zemrën që të më jepni kuraje të bëj video të tilla, sepse akoma dhe në këtë orë, domethënë ora është 1 i natës, po qëndroj me energjinë time që të arrij të bëj këto video, që të jem më pranë jush. Ju falenderoj dhe ju përshëndes, të jeni mirë dhe një muaj të mbarë.